para disa javësh e kemi bërë këtë gjë, e kemi praktikuar dëgjimin aktiv. E kemi quajtur dialogu 5-5. Edhe çdo qift mori një ëmbëlsirë, edhe gjeti një cep në vendin ku ishim, edhe kishin 10 minuta së bashku. Edhe dolen, folen, ishin duke të gjuar njeri tjetrin, e bën me radhë. Njeri foli 5 minuta, pastaj tjetrin ishte duke të gjuar, pastaj ndryshuam, dhe tani është rada e tjetrit. Edhe mendoj që ishte një kohë shumë e bukur në fakt. Po, edhe kur mbaruan ishin shumë të inkurajuar, sepse ndiheshin të vlerësuar, të respektuar, edhe të dëgjuar nga njëri tjetrin. Ndiheshin shumë të lidhur. Edhe për ato 10 minuta, 2 zemrat lidheshin së bashku. Po, edhe ishin gjëra shumë të thjeshta, sepse kemi folur për një gjë që kishte qenë mirë javën e kaluar, edhe për një shqetësim në javën që vjen. Nuk ishte do një temë shumë e vështirë. Unë mendoj që kjo është, por prap edhe me një gjë kaq të thjeshtë, mund të bëhet shumë e bukur. Mishe thua me Nedin dhe Joridën.